Profeti alayhi salatu selam jo vetëm që e lexonte Kur'anin, por pëlqente edhe ta dëgjonte nga të tjerët atë. Transmeton Ibn Mesudi radhiyallahu anhu, i cili ka qenë nga lexuesit më korrekt, që lexonte më së bukur Kur'anin famlar. Dhe një ditë i thot profeti alayhi salatu selam, ikra alayya al-Quran, më lexo Kur'an. Dhe Ibn Mesudi i habitur thot, o i dërguar i Zotit, si të ta lexoj të Kur'anin kur Zoti i gjithësisë ta ka zbritur të. Ai thot, lexo Kur'an sepse unë pëlqej ta dëgjoj atë edhe nga të tjerët. Dhe thot, fillova të lexoj tek sura An-Nisa. Dhe lexova derisa erdha te ky ajet. Fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. E si do t'jetë gjendja e tyre kur çdo populli do t'i sillnim një dëshmitar që do të dëshmojë për veprat dhe punët që ata kanë kryer në dunja, e ty të cilëm dëshmitar për popullin tënd. Pra ky ajet i drejtohet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ma vendosi dorën tek gjua dhe tha, emsik, ndalo, dhe parë se syt ishin mbushur me lot. Pra profeti alayhi salatu selam pëlqente ta dëgjonte Kur'anin nga tjerët, meditonte rreth mesazheve të Kur'anit dhe prekej nga mesazhet që kalonin të.